Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Do të nisim fillimisht me Kosovën, dhe ndikimin e saj nga gjeopolitika shumë shpejt pasi bombat e para ranë mbi Iran, duke ndezur një konflikt që brenda orësh mori ashtu si e dim tashmë edhe për masa rajonale. Autoritetet e Kosovës nxituan të dilin në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sigurisht që dënuan dhe regjimin iranian dhe riafirmuan mbështetjen e tyre për aleancën perëndimore. Nga ana tjetër, presidenti Vjosa Osmani tha se fal udhëheqjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Donald Trump, koha e lirisë për popullin e Iranit po vjen. Pikërisht për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime, kam të ftuar analistin Visar Dili. Visar, të përshëndes kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi gjithmonë. Visar, atëherë ta nisim me atë që unë sapo citova pak më lart dhe reagimin e Vjosa Osmanit krah Shteteve të Bashkuara. Mendon se ishte i gjithë ky reagim i njëhershëm i presidentes, ndoshta një pozicion strategjik të shuajmë i menduar mirë, apo nga ana tjetër është thjesht pra një rreshtim automatik me politikën e Washingtonit? Shiko, në radhë të parë duhet të kuptojmë që shteti iranian nuk e ka njohur shtetin e Kosovës si republikë të pavarur. Shteti iranian është në një aleancë me Kinën, Rusinë, në të cilën bën pjesë edhe Serbia. Po edhe po të mos ishte fakti që ne duhet ta kishim ose duhet ta përkrahnim Amerikën në këtë situatë, ne duhet të rreshtoheshim kundër këtij agresori botror. Prandaj unë them që zonja Osmani, po edhe qeveria, edhe qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët e mbështesin Amerikën në këtë situatë, bën gjën e duhur. Nga ana tjetër, Visar, a e vendos Kosova veten në vijën e parë ndoshta të një konflikti global duke mbështetur hapur këtu edhe operacionet kundër Iranit? Drejt për drejt nga Irani nuk besoj, mirë po e thash, është kjo lidhja strategjike e Iranit me Serbinë dhe Rusinë, dhe ndoshta në një formë ose tjetrën mund edhe përmes Serbisë të tentoj të rrisë tensionet brenda Republikës së Kosovës, por që të gjithë e dim që kjo është një situatë e cila nuk mund të ndodhë. Kosova është e pavarur që nga viti 1999, Serbia edhe pse ka tentuar her pas here me disa lëvizje të vogla të destabilizojë Republikën e Kosovës, sidomos pas vitit 2008, asnjëherë nuk e ka arritur këtë qëllim, kështu që unë nuk e shoh Kosovën të rrezikuar as drejt për drejt nga Irani, po as nga miqët aleatët e Iranit në këtë situatë. Nga ana tjetër, Visar, mendon se rrezikon Kosova të bëhet ndoshta objekt indirekt i tensioneve për shkak të pranisë në bazën amerikane të Bundestag? Patjetër, Bundestagi është tashmë jo vetëm një bazë thjesht ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Ne si qytetarë të rëndomt nuk është që kemi shumë informacione se çka fshihet në atë bazë ushtarake, mirë po jo vetëm Kosova, po kudo që ekziston një bazë ushtarake amerikane, i ndihen të rrezikuar. Po e ripërsërisa njerë veten në përgjigjen e kaluar, nuk besoj që do të arrijë konflikti për masa kaq të gjëra, saqë Kosova të ndihet drejt për drejt e rrezikuar qoftë nga Irani ose qoftë nga aleatët e saj. E qartë. Visar, nga ana tjetër, mendon se ishte i mjaftueshëm i gjithë reagimi institucional prej qeverisë Albin Kurtit përballë një krize që ndoshta sigurisht mund të ketë pasoja në të ardhmen? Nëse mendon në raportin e brendshëm ekonomik, absolut jo, sepse shoh duke filluar nga çmimi i naftës, i cili për hir të vërtetës është bler me çmimin e lirë para se të fillonte konflikti, dhe shitet sot me €1.50, €1.49 për litër varësisht nga cila kompani furnizohesh, nuk është që ka bë ndonjë lëvizje konkrete. Sa i përket aspektit të përgjithshëm, nuk kemi fuqi të ndërmarrim diçka më të madhe se sa të dalim me deklarata publike ose konferenca për shtyp, sepse këto janë konflikte të përmasave të gjëra, janë konflikte të titanëve, shteteve të fuqishme, prandaj ne si Kosovë mund vetëm të shikojmë.
E qartë. Visar, sa i përket sigurisë dhe rrezikut ndërkaq për Kosovën, nëse konflikti do të përshkallëzohet, mendon se ndoshta mund të bëhet Ballkani një front indirekt për aktorë të lidhur me Iranin? Shiko, po mos ishte politike e fuqishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sidomos në pjesën në Ballkanin Perëndimor, çdo lloj konflikti botëror mund të përshkallëzonte në Evropë ose në Ballkan, më falni, në pjesën e Ballkanit Perëndimor. Prandaj Amerika duke forcu Kroacinë dhe shtetet e tjera mike të saj, si Slovenia, pastaj edhe Shqipëria, e cila është anëtare e NATO-s, Maqedonia gjithashtu, e ja pa mundëson Serbisë, ndoshta e cila mund të quhet ose mund të jetë agresori parësor dhe kryesor në Ballkan, që të fillojë ndonjë konflikt të përhapur me përshkallëzime të mëdha. Sikurse të ishte në anën tjetër që Serbia mos ta kishte frikën e themi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, unë jam i bindur që Serbia moti do të ndërmerrte masa dhe do të tentonte të destabilizonte Ballkanin edhe me përmasa më të gjëra. E qartë. Visar, nga ana tjetër, mendon se pra nëse do të kemi sigurisht një përshkallëzim domethënshëm, a janë institucionet e sigurisë në Kosovë realisht të përgatitura për kërcënimet hibride si sulme kibernetike, më shumë po flas, apo edhe terroriste nga ana tjetër? Shiko, për sulme kibernetike kemi AKI-n, e cila definitivisht e bën një punë shumë të mirë në Republikën e Kosovës, dhe deri me tani nuk kemi has që të kemi themi sulme kibernetike të cilat mund të jenë të masave më të gjëra ose sikurse ishin para 2 ose 3 viteve sulmet të cilat ndodhen në Shqipëri nga Irani. Prandaj kjo pjesë për mua unë nuk besoj që, domethënë në këtë pjesë jemi të sigurt dhe nuk besoj që mund të kemi ndonjë diçka. Sa i përket sulmeve të tjera terroriste të cilat mund të jenë themi me bomba ose edhe në forma të tjera, ekziston gjithmonë rreziku. A mund të shfrytëzohen ndoshta tensionet globale nga aktorët radikalë në rajon për të destabilizuar ndoshta situatën, Visar? Zoti Gjorić në një intervistë tha që ne duhet të luftojmë sepse Kosova është e jona. Në një formë e krahasoj Kosovën me Venezuelën dhe shtetin serb me SHBA-t. Prandaj ne kemi një armik i cili asnjëherë nuk flet dhe një armik i cili nga momenti në moment pretendon që të bëjë lëvizjet e mëdha për ta tensionu statën e Republikën e Kosovës, po edhe ndoshta në Ballkanin, në gjithë Ballkanin. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe vigjilent në këtë stat. Se sa do të jemi ne në raport të fuqishëm që të mbrohemi në raport me fqinjt, Kosova vitin e fundit sidomos ka investuar shumë në ushtri, prandaj besoj dhe mendoj që deri diku edhe me përkrahjen e fuqishme të NATO-s, Kosova është një vend goxha i sigurt. Se i përket të gjithë dimensionit politik, Visar, mendon se mund të ndikojë ky konflikt në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, duke qenë se Aleksandar Vučić ka përdorur retorikë kritike ndaj Perëndimit? Ne nuk kemi marrëdhënie qindësore të mira me Serbinë, që të themi kjo do të ndikonte në raportin tonë. Më shumë nuk do të mund të kemi raporte të këqija me Serbinë se sa që kemi për vetëm një konflikti eventual, kështu që deklaratat e zotit Vučić zakonisht janë lojra politike, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, për ta ruajtur kokën e tij në Serbi, sepse dim që zoti Vučić tash sa muaj përballet me protesta dhe pakënaqësi në Serbi, dhe në një formë ose tjetër me këtu themi politika të cilat janë pak më shumë themi patriotike në këtë formë, tenton që ta mbajë ende pushtetin e tij në Serbi. E qartë. Mendon se po shndrohet Visar linja e mesme në një krizë që ndoshta mund të riformësojë të gjithë balancën e fuqive në Ballkan?
Shiko, është një situatë e cila në të vërtetën e saj nuk besoj që mund të ndodhë një gjë e tillë, sepse Amerika zakonisht i ka pikat strategjike të tyre dhe geopolitika nuk ka ndryshuar, themi rrënjësisht që edhe Amerika të ndryshoj ose të ndryshoj qëllimet e saj, përderisa Amerika i ka qëllimet e saj ende të qarta në raport me Ballkanin Perëndimor, nuk besoj që do të kemi një balancim të shteteve në këtë situatë. Dikush patjetër do të qëndrojë më i fuqishëm, dikush do të jetë më i dobët. Nëse do të kemi, ne nuk e di mende nëse është mbyllur ngushtica e Hormuzit apo jo, disa thonë se është mbyllur, disa të tjerë thonë se jo, por nëse kjo do të mbyllet, Visar, mendon se është Europa realisht e përgatitur për pasojat ekonomike, ndoshta të një lufte të zgjatur? Shiko, ngushtica e Hormuzit nuk besoj që është e mbyllur përderisa sot lexova që ka një qarkullim prej rreth 40% të naftës ende aty. Por që vetëm një lëvizje e vogël e kemi pas se çfarë katandisje të madhe ka bë në Evropë, Ballkan dhe në këtë pjesën tonë. Kështu që nuk besoj që jemi të gatshëm të përballemi me sfidat ekonomike të cilat do të vinë pastaj nga kjo krizë, ky konflikt dhe kjo krizë e cila po vjen nga lindja e mesme. A rrezikon ndoshta Kosova, Visar, dhe jo vetëm, pra edhe vendet të tjera të Ballkanit të paguajnë ndoshta një kosto strategjike për një konflikt që nuk ka qenë i tyre? Vendet e Ballkanit dhe Evropa në një formë janë të distancuara nga ky konflikt përderisa nuk marrin pjesë drejt për drejt në këtë konflikt. Kemi pas edhe nga zoti Trump kogja shumë kritika për shtetet të ndryshme, por kemi pas edhe kritika nga ana tjetër, pra nga ana e Iranit, për dhe kërcënime në raport me Bashkimin Evropian, se nëse do të marrim pjesë në këtë situatë, në këtë konflikt, pasojat do të jenë të larta. Kostot e kësaj pasoje do t'i paguajmë, ndoshta jo me njerë, po ndoshta pas 5 viteve mund t'a vrejmë, sigur se pas pandemisë, e kemi parë që tash 5 vite pas pandemisë, jemi të gjithë duke parë problematikat të cilat erdhen nga stat. Paramendojeni shtesë këtu të kemi edhe këtë konflikt i cili drejt për drejt prek në xhepin e qytetarëve duke filluar nga nafta, benzina e tjerë e tjerë. Shtetet e Evropës për shembull një pjesë e madhe ngrohen me gaz dhe me naftë. Paramendojeni se çfarë do të ndodh atje nëse ky konflikt merr për shkallëzime më të mëdha, po edhe nuk përfundon duke e leju qarkullimin në xhirin e Hormuzit, i cili është pikë strategjike për qarkullimin e naftës. Edhe pse mos të harrojmë, 25 deri 30% e naftës vjen në Evropë, pjesa më e madhe shkon në pjesën e Azisë, por kjo pjesa e 30% që duket që e luan një rol shumë të rëndësishëm sa i përket ekonomisë evropiane. E qartë. Visar, nga ana tjetër, mendon se është mbështetje e pakushtëzuar brenda politikës amerikane që kanë vendet e Ballkanit, ndoshta një garanci sigurie, apo nga ana tjetër mund të jetë edhe një rrezik i ri? Patjetër, nuk mund të kesh, themi, garanci për siguri të plot nëse përkrah Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga viti 1969 ose 79 kanë filluar dhe kanë zhvilluar konflikte thuajse në të gjithë botën. Nuk po flasim për konflikte mëdha, por ndoshta edhe për këto konflikte të cilat kanë zgjatur me një periudhë shumë të shkurtër, por ka pas konflikte. Prandaj unë them që kostot që t'jesh pranë të fortit zakonisht janë të mëdha, por shpresoj që mos të na prekin neve si pjesë e Ballkanit Perëndimor. Ashtu jemi shtete të breshta, me ekonomi të breshta, me zhvillim të bresht. Paramendojeni sikur se t'i kemi edhe disa raketa mbi kokë, të ishte definitivisht shumë e rrezikshme.
Visar, nga ana tjetër do doja të flisnim pak edhe sa i përket atyre tensioneve politike të shumë që janë krijuar në Kosovë për shkak të zgjedhjes së presidentit të ri. Çfarë po ndodh realisht, Visar? Në Kosovë po ndodh ajo të cilën unë e kam përmend në disa studio televizive gjatë zgjedhjeve fushatës për zgjedhjet e 28 dhjetorit, ku kam thënë që pika pas ku Albin Kurti dëshiron dhe do ta mposht opozitën shqiptare në Kosovë në një formë ose tjetrën, do t'i bëj të paguajnë për blokadën të cilën e bënin për 10 muaj rresht sa i përket kuvendit të Republikës Kosovës, është presidenca. Një lojë fiktive të cilën janë duke luajtur zoti Kurti dhe zonja Osmani, dhe një gradë të cilën këta dy punuan shumë mirë dhe ranë partitë opozitare. Sot ne na kam pru në një situatë që sikur se vitin e kaluar, po edhe në këtë vit gjykata kushtetuese të marr masa në Republikën e Kosovës, deri me datën 31 kemi masa të përkohshme. Pas datës 31 kemi dy opsione, ose brenda 45 ditëve të shkojmë në zgjedhje, ose do të qëndroj kjo afati 60 ditor, ku zoti Kurti unë nuk besoj që futet në lojra politike duke gabu të kalkulimet, themi, sa i përket edhe leximit të kushtetutës, po edhe të kohës. Nuk besoj që zoti Kurti e bën këtë gabim, prandaj unë jam i bindur që kjo lojë politike do ta sjell përsëri zonin Osmani si presidente, zotin Kurti kryetar qeverie, por me numër më të madh të votave, sepse në këtë situatë zgjedhjet mund të mbahen diku nga mesi i korrikut. Paramendojeni mesi i korrikut një fluks i madh i qytetarëve mërgatës shqiptare në Kosovë, e një pjesë e madhe të cilët nuk kanë mund të vinë gjatë dimrit, do të vinë gjatë verës, dhe zoti Kurti përsëri do të dalë me një rezultat mbi 50% dhe do të sigurojë ndoshta mbi 60 deputet në Parlamentin e Republikës Kosovës, gjë e cila do t'ja letonte shumë më shumë punën për ta zgjedhur presidentin, sepse nuk besoj më në një situatë hipotetike që partitë opozitare përsëri do të kishin guximin të ishin bllokuese pastaj në raport me zotin Kurti. Visar, nga ana tjetër, mendon se po e përdor opozita krizën për të rrëzuar qeverinë përmes zgjedhjeve të reja, dhe nga ana tjetër është vërtet problemi tek kushtetuta dhe cilat do të jenë edhe pasojat më pas? Shiko Griselda, opozita nuk mund të argëzojë zotin Kurti me zgjedhje. Dhe fakt janë 4 palë zgjedhje të vitit të kaluar. 2 palë zgjedhje qendrore, 1 palë zgjedhje komunale me balotazh. Zoti Kurti në zgjedhjet e para me 9 shkurt kishte një ramje prej 8% në tërësinë e saj pas 4 vite qeverisje. Këtë qeveri. Erdhën zgjedhjet lokale, arriti të fitoj 4 komuna shtesë. Pastaj në zgjedhjet e datës 28 dhjetor arriti të thej rekordin e lëvizjes vetvendosit të shkruar në vitin 2021, sa i radhë me 51%. Paramendojeni në një situatë hipotetike, sikur se zgjedhjet të mbaheshin përsëri në korrik, ose edhe nëse mbahen në maj, zoti Kurti përsëri do të dalë triumfues. Opozita nuk ka shans as teorike, as praktike ta arrëzojë zotin Kurti me zgjedhje. Vetmja mundësi që opozita ta arrëzojë zotin Kurti është të ngrej kauza të cilat vërtet mund ta bindin qytetarën e Republikës së Kosovës të shkoj pas tyre dhe në këtë formë t'i mbush sheshet me njerëz, sepse unë e thash edhe mbrëm në një studio televizive, opozita duhet ta ketë një slogan të përbashkët në këtë situatë dhe në këtë zgjedhje. Kosova nuk i nënshtrohet një njeriu. E qartë. E fundit, Visar, për të mbyllur, e gjithë kjo situatë tashmë në Kosovë, pra kjo krizë politike, si mund të ndikojë në raportet sigurisht me Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk kemi pas shumë deklarata nga Bashkimi Evropian ose dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Normalisht ato janë të shqetësuar sepse Kosova është një investim
miliard ose trilion dollar nga shtetet e huaja, në këtë rast SBA dhe Bashkimi Evropian, dhe ta shohësh një diçka të cilën ti e ke ndërtu vetë duke mos arrit të zhvillohet për shkak të inateve dhe tekeve personale të disa individëve, është për të ardhur keq. Prandaj unë po them që ato nuk janë duke bërë mjaftueshëm, nuk janë duke vendosur presion mjaftueshëm mbi politikanët tanë dhe kësaj këto sot luajnë maca dhe mini dhe bëjnë këso lloj fiskulturash politike të cilat edhe mund të jenë të rrezikshme, sepse mos të harrojmë nëse neve na lëshon dora e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse në shumicën e rasteve Bashkimi Evropian nuk e llogaris, se në histori e kemi mësu dhe dim që Bashkimi Evropian zakonisht ka qenë kundër shqiptarëve dhe asnjëherë pro shqiptarëve, vetëm se themi dekadat e fundit ose shekulli i fundit ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën të fuqizohen globalisht edhe më shumë, e bëri që Bashkimi Evropian të ndryshoj pak a shumë mendim në raport me Kosovën. Fakt janë edhe përmandimet e vitit 1999, ku shumë shtetet Bashkimit Evropian kanë qenë kundër, por mos ishte insistimi Tony Blair dhe Bill Clinton në atë kohë, asnjëherë nuk do të ndodhnin përpandimet në Kosovë. Kështu që unë them inshallah nuk na lëshon dora e Zotit dhe Amerikës, sepse edhe shtetësia e Kosovës do të vihet në pikpyetje nga këta njerëz të cilët pikë bazë e kanë qëllimin personal dhe guston egon personale. E qartë. Mirë, Visar, kemi arritur në fund. Falenderoj për gjitha informacionet. Faleminderit shumë për kënaqësi gjithmonë. Kënaqësi. Mirë, të nderuar televizionistët, do të bëjmë një pauzë të shkurtër, më pas rikthehemi për të ndalur tek gjeopolitika. Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi tek gjeopolitika, do të flasim për konfliktin tashmë që po ndodh mes Iranit dhe Izraelit dhe përfshirjen e SBA-s. Kam të ftuar ditën e sotme deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Isem Berisha. Zoti Berisha, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje edhe për ju. Zoti Berisha, atëherë fillimisht unë doja të ndalesha tek një shkrim juaj, pra Irani përballë doktrinës Trump dhe deterencës strategjike, kostos dhe perspektivës transformuese. Dhe pyetja e parë, se a është realisht tashmë doktrina paqe përmes forcës një strategji stabiliteti, apo ndoshta nga ana tjetër një rrezik për përshkallëzim të pakontrolluar në linjën e mesme? Jo, unë mendoj se kjo doktrinë tani po merr për masa globale, nuk lidhet vetëm me regionet caktuara apo zona konflikti, siç është rasti i lindjes së mesme. Tani nëse lidhim drejt për drejt, domethënë është e pashmangshme si doktrinë, por kuptohet, duhet të jetë e përcjellë gjithmonë me ofertë ekonomike, sepse ju keni pasë faza parë deterenca, domethënë një mundësi që konflikti të mbati kontrolluar dhe të shmanget, dhe përmes një projekti ekonomik, domethënë një stabiliteti politik përmes zhvillimit ekonomik, këto janë elementet doktrinës Trump që janë instaluar si bashkë i politikës jashtme të SBA-ve. Unë mendoj se tani është qartë se nuk mundet me u anashkalu si e tillë, sepse është e vetmja që ofron një mundësi për të vendosur një paqe globale ose një stabilitet përgjithshëm. Tani, realisht, kur ka filluar ky konflikt, nuk është i sotit, unë kam menduar se do të ketë një 3 skenar të mundshëm. I pari ka qenë kjo deeskalimit kontrolluar situatës, pra një presion më shumë i tipit ekonomik, por edhe ushtarak, se gjithmonë janë 3 ato komponentet kyçe, domethënë duhet të kesh një fuqi ushtarake stabile, pastaj duhet të kesh një koherencë diplomatike, duhet një koordinim, duhet një unitet i aleatëve që mendojnë se duhet ta mbrojnë paqen kudo në botë, siç është bordi i paqes, tash një mekanizëm që po ja afron të gjitha shtetet që mendojnë për të vendosur paqen, gjithmonë duke mbështetur në parimin forca për paqen ose paqe përmes forcës, dhe e dyta me pas një vizion ekonomik afatgjatë për rajon, por edhe në nivel global.
mendoj se presidenti Trump këtu veç i ka elaboruar në politikën e tij të jashtme dhe tani ka kthyer në sistem në themelet apo shtyllat kryesore të diplomacisë amerikane. Një deeskalim i kontrolluar përmes presionit ekonomik dhe ushtrak do të ishte shumë më i mirë dhe më i lehtë përballueshëm për regionin e lindjes mesme, në veçanti për Iranin, i cili është një, si ta them, një proxy e Rusisë, po dhe interesat kineze, indiane e tjera në rajon. Pra, kjo do të çojë pastaj në lëshime graduale dhe një reformatim të marrëdhënieve, por dhe vetë reformë ekonomike, por edhe të sistemit sigurisë, pra forcave të Iranit. Duhet të kalojnë ato tipet të forcave si them, ideologjike, strukturat ideologjike të forcës të transformohet në një forcë që do të ishte tipit modern, me kontroll civil demokratik. Pra, unë mendoj se ka nevojë etike të lirohet një herë mirë dhe përmes një përkujdesi dhe mbështetje gjithmonë thash, deterenca ose presioni ushtarak duhet të jetë i shoqëruar gjithmonë me një projekt ose ofertë zhvillimore ekonomike e cila do ta kontrollonte këtë transformim. Për ndryshe, çfarë do të kishim? Do të kishim prapë një instalim një mendësie ose një mendësi çfarë ka qenë deri më tash, sepse nuk mund pritet nga strukturat qytetare apo shoqëria civile iraniane që të prodhojnë diçka shumë të dallueshme nga ajo në për çka kanë jetuar. Merr edhe Kosovën, merr edhe Shqipërinë, pra e ruajmë elementet trashëgimisë ideologjike. Prandaj unë mendoj se kjo ka qenë faza më e mirë dhe do të ishte më e mirë edhe për vetë Iranin, mos sonte në eskalim ushtarak. Përndryshe opsioni i dytë do të ishte një përshkallëzim, kështu kam parashikuar në fazën e parë të konfliktit, një përshkallëzim i kufizuar, domethënë incidente që janë të kontrollueshme dhe goditje precize që veç e keni pa prej disave, pra, por jo të krijohet një luftë e përgjithshme. Kurse opsioni i tretë dhe më i keq është kur të kemi një konflikt hapur rajonal, atëherë do të kemi implikime serioze edhe për çështjet ashtë energjetike, ju keni pasur këtu interesat energjetike të Kinës, domethënë ka krizë globale, krizë për energji, janë ato dy kanalet i Hormuzit edhe më lart, si patem miku me emri i kanalit tjetër, që po ashtu ka 20% të energjisë që kalon naftë, që kalon andej. Pra janë këto kanale që faktikisht e bëjnë shumë tash të rëndësishme në aspektin gjeostrategjik edhe në Iranin në zonën e lindjes së mesme. Dhe pastaj unë mendoj se pas këtij presioni dhe çështjeve të gjeostrategjike që janë energjia, gazi e tjera, atëherë do të kishim të nevojën patjetër se të bëhet një reformatim politik i vetë i Iranit dhe që do të ndikonte edhe në arkitekturën e furnizimit me energji dhe ato rivalitetet e fuqive të mëdha që thyen atje interesat jugoshqipni. Pra, tani kjo është edhe ajo që jep karakterin e dimensionin global të doktrinës forcë për paqe apo paqe përmes forcës. Jo, më herët i kemi sqaruar në besoj në emisionet e juaja, kur kemi biseduar se gjeostrategjia ruse ka pas dy drejtive, dy orientime në përmosa ndërkombëtare për ta dërguar në izolim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një ka qenë lindja mesme ku proxy ka pas Iranin dhe gjitha vendet tjera pastaj që sillen rreth Izraelit dhe në lindjen e mesme dhe kanë provuar ta fuqizojnë edhe rolin e Kinës edhe por të kontrolluar, gjithmonë Rusia nuk e sheh Kinën para vetes dhe të Indisë, pra dhe me këtë të dalë në pjesën e Indo-Pasifik, do të ka pjesën e lindore të SBA-ve që kontrollojnë oqeanin. Pastaj në anën e Ballkanit dihet se konflikti filloi në vitin 22, jo rastësisht duhet të delte në Odesa, ndetin e Zi, pastaj në Mesdhej dhe të kapte Atlantikun, pra pjesën juglindore të SBA-ve, para se të skadonte marrëveshja Lozanës për Bosforin dhe Turqi. Dhe për fat, domethënë kjo është edhe ndoshta element strategjik që amerikanët e kanë mbajtur në kontroll konfliktin në Ukrainë, derisa skadoi kjo marrëveshje dhe tani janë në një pozicion të ri, ku Rusia nuk mund të pas më këto pretendime sa i përket afrimit dhe izolimit të SBA-ve. Edhe unë mendoj se këtu kërkohet tani një unitet i madh i aleatëve për të pas një reformë reale të sektorit të sigurisë dhe vetëm kështu atë konflikti do të mund të izolohej dhe të shkohet drejt transformimit strategjik, jo të ndonjë përshkallëzimit pa kontrolluar siç pretendojnë ndoshta shtetet e rajonit.
Zoti Berisha, po nga ana tjetër, çfarë ndodh nëse presioni maksimal brenda Iranit do dështojë? Mendon se ka Donald Trump një plan real për të shmangur një luftë rajonale? Unë mendoj se presidenti Trump, gjë strategjia amerikane ka qëllimin jo vetëm të luftës. Tani se kur nuk jep rezultat, deterenca e përcjell pastaj me oferta ekonomike, atëherë ka elemente tjera. Pra, mas pari duhet me rujt kohezionin e elitave të sigurisë. Çka ne kuptojmë kjo? Nuk munden me qenë në elitat e sigurisë vendet të cilat nuk mund të kontrollohen. Tani prodhimi i kokave bërthamore është ambicie pothuajse të gjitha shteteve. Por shtetet e lindjes mesme kanë këtë ambicie, mirë po janë vështirë të kontrollueshme për shkak të izolimit. Edhe lufta e doktrinës për stabilitet dhe zhvillim ekonomik ka qenë një alternativë ndaj izolimit në cilin qëndrojnë shtetet e lindjes mesme dhe tendenca për të integruar ato në tregjet ekonomike, domethënë jo vetëm në rajon, pastaj me lehtësu sanksionet dhe me i kombinua dhe me ndryshime të verifikueshme. Çfarë do të thotë kjo? Këto vende nuk munden me ulën të lira në transformim, se duhet patjetër me orientu ka ato ekonomi produktive, siç thash më herë, e jo të militarizuara siç ka ndodhur deri më tani, e të cilat nuk janë në favor të stabilitetit qëndrueshëm. Çka është tjetër e rëndësishme në Iran? Përveç koherencës të elitave të sigurisë që nënkuptojnë fuqitë që do të kenë peshën kryesore në sigurinë globale, ku hyjnë edhe shtetet që kanë, si them, thyrje interesash pikërisht në lindjen e mesme në raport me SBA-n, dhe tani pas sulmit parë, nëse ju kujtohet në centralin bërthamor, dhe ndërhyrjes së tani ose vrasjes së 21 gjeneralëve, domethënë në mënyrë precize, pa pas nevojë me shkaktu dëme kolaterale, tregon se kemi një bashkëpunim të brendshëm nga vetë inteligjenca iraniane. Pra, forcimi i C4I, domethënë komandim kontroll, pastaj inteligjencë, mbikëqyrje, zbulim e tjera, është një metodë fuqisë amerikane e cila integron edhe elementet informativ brenda regjimit të Iranit, sepse bëhemi reale. Gjatë kohës sa jemi në Parlamentin e Kosovës, ne kemi vazhdimisht peticione që vijnë nga shoqëria civile dhe grupet deputetësh brenda Iranit, që kërkojnë mbështetje përmes peticionit të luftimit të regjimit. Pra, populli i Iranit unë mendoj se po e përjeton si liri ndërhyrjen amerikane. Edhe një ndërhyrje e cila është kufizuar në kuptimin e shkaktimit të dëmeve kolaterale në rand parë. Po prandaj ajo çfarë është e rëndësishme, duhet ndodh delegjitimimi i represionit brendshëm që ka ekzistuar në Iran deri më tani dhe një kushte për një tranzicion të kontrolluar brenda Iranit që mendoj se këto mund të ofrojnë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shife, reforma e sekretarit mbrojtjes Donald Rumsfeld në kohën e Bushit Junior ka parashikuar fuqizimin e forcat armatore të Shtetit Bashkuar të Amerikës në aspektin teknologjik të zhvillimit të luftës. Mirë po, ai e pati një mangësi sepse nuk ka planifikuar forcat të cilat do ta përcjellin pastaj post-konfliktin. Dhe faza e post-konfliktit është shumë me rëndësishme se sa, po aq e rëndësishme sa dhe faza e eliminimit ose luftimit të delegjitimit të këtyre regjimeve totalitare. Dhe presidenti Trump ka shkuar një hap më tej, jo vetëm brenda forcave amerikane, por duke krijuar pastaj fuqi ushtarake përmes aleatëve, siç ishte bordi i paqes, dhe kjo do ta mundsoj pastaj që të krijohet një përmes aleatëve ta kontrolloj fazën e pas konfliktit dhe duke ofruar pastaj edhe një ofertë reale për zhvillim ekonomik. Pas deeskalimit, unë mendoj se është vetëm një rrugë për një stabilitet të qëndrueshëm ekonomik dhe kuptohet një alternativë zhvillimit ndaj izolimit, siç e kanë parashikuar, siç kanë qenë gjithmonë të vende të kësaj zone kupton lindjes mesme ose kryesisht botës aziatike. Por zoti Berisha, nga ana tjetër, a mund ta pranojë realisht Rusia dhe Kina një Iran të integruar në arkitekturën perëndimore të sigurisë? Tani Rusia dhe Kina çdo ditë më shumë konflikti në Ukrainë ka qenë mundur të përfundohet për një periudhë shumë të shkurtër. Unë në prononcimet e mia kam thënë se ose natën e parë të sulmit kam pas një intervistë duke për televizionin nga ju atje dhe kam thënë Ukraina do të jetë varri i Rusisë. Një shprehje të shkurtër, kështu dhe unë ende besoj në atë deklaratë që kam bërë. Sepse një luftë
e përmosave të tilla, në kohë zgjatje të tillë, se shife, probabiliteti me ndodhë luftë është shumë i ulë, se jo gjitha vendet edhe kanë kurajnë për me zhvillu lufta, por impakti është i madh. Tani impakti nuk është vetëm sa unë herë se çdo luftë në viktimat njerëz, por impakti i luftës në Rusi është edhe në aspektin ekonomik. Pra sot Rusia ka tërë industrinë e vet, tërë ekonominë e vet e ka militare. Që nën kupton, provon për të shpenzuar, por nuk provon për të reprodukuar vetveten. Nuk është ky lloj prodhimi që çon në zhvillim. Ky është sikur pankreasi që prodhon insulin derisa i bojnë presion me mjete të ndryshme dhe në një moment shterron edhe ai dhe mo mbetet i riu pa asgjë. Kështu do të jetë edhe Rusia një pankreas që shumë shpejt do të shterrohet dhe mos prodhon insulin as për organizmin e vet dhe do të fundoset si shtetun e kterpres Rusin që do të shndërrohet në një republikë demokratike, popullore, e cila do të respektojë ligjit dhe drejtat e njerëzve dhe do të largohet sa më shumë nga regjimet totalitare, të cilat vetvetill do të marrin fund edhe ashtu deri në vitin 2030, Putini ka parashikuar veten të jetë në krye të shtetit. Nga ana tjetër, sa i rrezikuar është furnizimi global me energji nëse tensionet përshkallëzohen, zoti Berisha? E tash, shife, na duhet me pas një parasysh një punë. Qartësia strategjike, kur të ndërton një strategji për vendosur paqen në regjion siç është tani në lindjen e mesme, qartësia strategjike pra i shmang ato kesh llogaritjet në terren, të cilat mund të kenë kosto, çdo ambiguitet. Në këtë fushë do të çon në një kosto e cila pastaj do të i ndeshkon kryesisht ata që pretendojnë në aventurizëm ushtarak. Ta zonë Irani tani me këto tendencat për të shur raketa drejt Izraelit e për të skuqur qiellin Izraelit dhe tjera, unë mendoj se janë aventurizma që do të kenë kosto vetëm për Iranin. Prandaj mirë, çështja e Iranit nuk mund të mbahet e izoluar sepse Irani ka pas ato grupet proxy, to Hezbollah, çka janë ato grupet terroriste, të shpallura terroriste nga Kombet e Bashkuara, kanë bërë që kjo luftë merr për masa por brenda regionit të lindjes së mesme. Mirë, por realisht i ka kaluar kufit e Iranit, por çka është edhe më rëndësishme se këtu thehen interesat e Rusisë dhe Kinës, edhe tashti ato i kanë ato kalkulimet e veta në nivel euro-aziatik, pra për shkak të furnizimeve me energji dhe interesa strategjike ekonomike. Mirë, po unë mendoj një forcë për paqe, siç po aplikon në presidenti Trump, e shoqëruar me një plan zhvillimit ekonomik dhe një transformim apo tranzicion politik, atëherë rrit gjasat për deeskalim të kontrolluar të situatës në Iran. Pra, në ato tre opsione që kisha, unë mendoj se këtu merr forcë më shumë opsioni i parë, që do të thosh një deeskalim i kontrolluar, që do të thotë edhe krahas fuqisë ushtarake me pas edhe një plan zhvillimit ekonomik. Është jetike reforma reale në sektorin e sigurisë, sepse çdo stabilitet politik do të mbetet i përkohshëm nëse nuk kemi një reformë reale në sektorin e sigurisë, qoftë në nivel global, qoftë në shtetet individualisht, por në këtë rast në Iran, sepse aty është jetike të bëhet kjo, sepse kemi një strukturë që është e karakterit ideologjik dhe militar. Kur të them ideologjik është të shoqëruar me gjitha këto izmat pastaj që janë edhe fetare, ku ta diun, që implikojnë dhe si them, krijojnë një perceptim apo një shikim të gabuar edhe në popull të tjerë që në regione të tjera mund të lakojnë besimin islam, por që s'kan bëjnë me këtë lloj radikalizmi ideologjik që përshton Irani. Kështu që unë mendoj se aty duhet një reformë e thellë, një reformë e kontrolluar, gjithmonë e kontrolluar, duke ruajtur balancin mbi mes tre faktorëve kyç që i thash në start, që janë fuqia ushtarake, koherenca diplomatike, mos me pas përplasje të tilla për çështje ose thjesht me nxjerr tema treja dhe me pas një vizion ekonomik afatgjat për zhvillim të rajonit. Unë mendoj se këtu duhet ta ruajmë unitetin e aleatëve dhe duhet kuptohet të mbështesin këtë reformë që për mendimin tim janë dy parime kryesore në komplet këtë konflikt që është dashur të kemi për bazë. Para do duhet përdorur të pranojë deterenca ofruar nga SBA, pra për një kjo vetëm ka qenë një instrument për ta shmangur konfliktin, do mendoj se Irani nuk ka interes të zhvillojë konflikt sepse gjithçka është në dorë të Iranit.
po flasim na për interesa ndoshta gjeostrategjike, implikimet e interesave të fuqive që rrujt kohezionin e sigurisë globale, mirë po mos harrojmë se gjithçka prapë është në dëm Tiranit. Siç është rasti i Venezuelës e tjera. Prandaj unë mendoj se deterenca ka qenë një mundësi, një instrument për ta shmon konfliktin. Përndryshe, këtu duhet luftohet si parim e bazë edhe mbrojtja e dinjitetit njerëzor. Ju e dini se qytetarët ose bota femërore në Iran tani me këto ligjet ideologjike që i kanë atje, nuk janë as në frymën e drejtës ndërkombëtare, as rritjes dinjitetit njerëzor, por duhet pastaj po ashtu të përcjellen edhe me një zhvillim ekonomik stabil, një strategji zhvillimore ekonomike që janë, mendoj se themelet e një stabiliteti afatgjatë në Iran, por edhe në rajon, sepse kjo do të shërbej pastaj edhe si një precedent për shumë vende tjera ku pretenduhet të instalohen regjimet e tilla, qoftë edhe nëpër vendet e Evropës juglindore, duhet ta shohim se për regjimet autokratike nuk kanë jetë gjatësi. Këtu ka përfshirë frymat e demokracisë dhe nuk mund të hecin larg, mund të në shkaktu dome vendit vet, siç po ndodh edhe në vendet e rajonit, ndash në Kosovë, ndash në Serbi, ndash në vende tjera, por nuk kanë jetë gjatësi. E qartë, mirë, zoti Berisha, për të mbyllur, ndërkaq, a është tashmë Irani një nyje gjeostrategjike e rivalitetit të fuqive të mëdha, apo nga ana tjetër është një fushë beti për rendin e ri global, dhe mendoni se do të kemi ende mundësinë pra për të pasur një tavolinë bisedimesh mes të dyja vendeve? Kjo është ajo që thash që në start. Do të thotë këtu tani nuk ka më hapësirë për si më thonë, me rujt supremacin fuqit që kanë pretenduar që përmes kërcënimit të kohëve bërthamore të jenë aktor në arkitekturën e sigurisë, po edhe zhvillimit ekonomik në botë. Ndash Rusia, Kina, po edhe India në farmazë. Ju e dini nga goditja e parë. India dhe Kina kanë marrë leksionin e dur sepse janë në krizë. India menjëherë ka kërkuar në goditjen e parë të centralës bërthamore të jetë pjesë e programit amerikan për stabilitetin në linjet mesme dhe në pjesën e Iranit. Dhe është ofruar si partnere. Kina, pas takimit që u mbajt në Alaska atje, u pa se ka kuptuar rolin e vet dhe pozicionin e vet mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe vet Rusisë, sepse dhe Rusia nuk e don një Kinë më të fuqishme se vetën. Prandaj, në një farforme në heshtje, po e pranon humbjen, se është e pafuqishme me rezistu Shtetit Bashkuar të Amerikës, por po pranon humbjen për faktin sepse në një farforme po e zvogëlon edhe fuqinë zvogëlon edhe fuqinë e Kinës në jenë. Prandaj, unë mendoj se këtu krahas luftës që po bëhet për arritjen e gjitha atyre dy parimeve bazë që i përmenda, deterencën dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, kemi edhe një doktrinë që do të vendosë një rand të ri dhe një riorganizim të ri global. Shife, bordi i paqes është një lloj pushteti paralel, si një institucion, mekanizëm paralel i Kombeve të Bashkuara, të cilat janë të kompromituar brenda byrokracisë tyre. Dhe kanë pafuqishme me marrë vendime, ma shumë lidhen me qëndrime emocionale, me dënimin e kutadijun e viktimave, se ana herë të luftar janë viktima. Mirë po, kjo nuk do të thotë se tani ne duhet që si them, në emër të kësaj t'i lejojmë ta zonë grupin cili ishte ai Hamas, Hezbollah që ishin ata në Palestinë, shkaktojnë të tilla incidente se çfarë ishin ato me goditjen me raketa. Pro, kjo doktrinë amerikane do të vendosë një rand të ri, paqes të kontrolluar dhe do të dihet ajo që e thash në start, të ruhet kohezioni i aktorëve kryesor të sigurisë në botë. Dhe krahas delegitimimit të këtij represionit brendshëm pra që ekziston në Iran, po edhe në shumë vende të rajonit, jo vetëm në Iran, po duhet patjetër të ruhet ai kohezioni i elitave të sigurisë. Dhe elitat e sigurisë nuk mund t'i përbojnë shtetet që janë vështirë kontrollueshme ose udhëheqen nga leadershipi. Udhëheq ai Khomeini, erdhi biri i tij. Domethënë ky do të trashëgojë të njëjtën diktaturë në atë popull. E po s'do të funksionojë kjo. S'do të funksionojë kjo. Shteti Bashkuar nuk do ta lënë të vazhdojë. Edhe nëse vjen për të rinstaluar një diktaturë re, edhe ai do të përfundojë si Khomeini tjetër. Sepse kjo është qëndrimi i prerë i doktrinës Trump. Paqe përmes forcës që nënkupton një forcë kontrolluar e koordinuar me gjithë aspektet tjera. Por deterencën e ka elementin e parë, ofertën e parë si instrument për të shmon konfliktes. Nëse kjo nuk sjell një paqe të qëndrueshme, atëherë është fuqia ushtarake, elementi kyç që pastaj është shoqëruar normal me projekte zhvillimore ekonomike se qytetarët e thjeshtë
populli thjesht nuk duhet ta psej çmendurinë për shkak nuk duhet të psej për shkak çmendurisë leadershipeve të tyre të tilla siç janë në Iran. E qartë. Mirë, zoti Berisha, kemi arritur në fund. Faleminderit për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve për. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi sërish nesër me tema të tjera. Deri atëherë, mirupafshim.